dilnin protest. Jam në sheshin George W. Bush në qytetin e Fushkrujës, ku spari dua të falenderoj gjithë qytetarët e Fushkrujës që ditën e djeshme organizuan në këtë shesh një nga protestat më madhështore që ka ndodhur duke bërë xhiron në qytet dhe duke bllokuar rrugët. E më pas duke u nisur drejt Tiranës. Sot bëhet nisja pikërisht nga ky shesh për të bashkuar në orën 6 pasdite me vëllezërit dhe motrat tona në Tiranë që kanë pushtuar zemrat e shqiptarëve. Nuk është momenti për të pyetur a je i majt apo i djathtë, je musliman apo i krishter, i angazhuar në politikë apo i pa angazhuar në politikë. Është momenti për bashkim. Sheshi ka vend për gjithë. Edhe për ata që kanë bërë mëkate, edhe për ata që s'kanë bërë mëkate. Mjafton që ky zim të shkojnë zemrat e shqiptarëve dhe të dalë një protestë sa më e fuqishme. Imagjinoni për pak çaste, në shesh dalin intelektualët, dalin dhe ignorantët, dalin ata që kanë precedent penal edhe ata që nuk kanë precedent penal. Kjo është fuqia e sheshit. Prandaj një thirrje vllazërore nga sheshi George W. Bush në Fushkruj për gjithë shqiptarët. Mbështeteni këtë protestë madhështore.